Krejt, hierarkia dhe meshtarët katolik zbresin në Tepelen për të marrë pjesë në një meshë përkujtimore në mjediset e hapura të kampit të internimit në Tepelen. Mesha u zhvillua në praninë të autoriteteve më të larta të peshkëve dhe meshtarëve të Kishës Katolike të Shqipërisë në mjediset e hapura të ish kampit të vuajtjes dhe internimit të familjeve të kundërshtarëve politik të ish regjimit komunist në Tepelen, me iniciativë të konferencës i peshkënore të Shqipërisë. U mbajt një meshë për shpirtje në përkujtim të viktimave që humbën jetën në këtë vend të cilësuar si Auschwitz shqiptar. Kisha Katolike nderoi të gjithë ata qëndrestar dhe martir që vuajtën, humbën jetën dhe u sakrifikuan në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit njerëzor, ndërkohë që meshën përkujtimore të rastit e udhëhoqi i peshkëv i sapës i Mzot Simon Kulli. Në perspektivën e mosharrësit kujtimit, si domosdoshmëri shoqërore dhe kombëtare, Kisha Katolike u mlodh në këtë vend sot në këtë ditë veçantë kalendarin e saj që kushtohet shëtitmit meshtarëve, pikërisht për të kujtuar të gjitha ato viktimat, të gjitha ato që vujten, që u vranë, por edhe që qëndruan të palkunën në mbrojtje të dinjitetit dhe të lirisë njerëzore. Pranishëm në këtë meshë ishin marrë episkopati shqiptar, pra krejt konferencë bashkënore në praninë e presidentit të saj, shkëlqësisë e tij Mzot Gjergj Meta, 2 arkibiskupë metropolit, shkëlqësia e tij Mzot Arjan Doda i Tirandurrësit dhe Giovanni Peragjin i Shkodrës, po ashtu edhe i peshqvit e tjerë siç ishte ai Saps apo dhe i Lezhës. Meshën e rastit, meshën e këtij përkujtimi duke ofruar refleksione dhe kujtime momentit të veta udhëhoqi shkëlqësia e tij Mzot Simon Kulli i peshqvit Sapës, që në fakt është edhe ndër meshtarët e parë që 25 vite më përpara, pra një datë jubilare, u shuguru meshtar, duke qenë breznia e parë e meshtarëve katolik të cilët u shuguruan pas komunizmit. Kampi i vuajtjes dhe internimit të familjeve të kundërshtarëve politik të ish regjimit komunist ka funksionuar nga prilli 49 deri në mars të vitit 54. Sipas të dhënave ndonse të padokumentuara për shkak të mosregjistrimeve të sakta nga regjimi, por sipas dëshmive dhe të dhënave të përndjekurve në këtë kamp, numri i internuarve vlerësohet të ketë qenë midis 3000 deri në 6000 individ, nga rreth 1500 familje dhe me rreth 550-600 fëmijë të numëruar në gusht të vitit 1950. Për shkak të urisë së skajshme, sëmundjeve si dizanteria, tifua dhe epidemitë e tjera, mungesa e higjienës dhe shërbimit mjekësor, punët e rënda të detyrueshme dhe kushte torturuese, sipas të dhënave të dëshmitarëve mësohet se në këtë vend vuajtjeje kishte rreth 500-600 të vdekur, prej të cilëve ishin rreth 300 fëmijë. Në vitin 2017, në territorin e këtij kampi, të ngritur në ish gazermat e ushtrisë italiane nga projekti Memo i kujtesës historike, këtu u mbollën pemë përkujtimore në pyllin e fëmijëve për të nderuar rreth 300 fëmijë të vdekur. Për herë të parë, rreth këtij kampi të vuajtjes ka reaguar ndërkombëtarisht qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me anë të një raporti të paraqitur në OKB. Së afërmi në këtë vend pritet të ngrihet edhe një muze memorial, por zbatimi po vonohet për arsye që nuk dihen.